gazetarin ton Liridon Lozani, i cili do të na tregoj se si ishte rruga për në Tiranë dhe cila është atmosfera aktuale në qendër të Tiranës. Liridon, cilat janë detajet nga Tirana? Përshëndetje, po lajmërohemi nga qendra e Tiranës, nga shteti Skënderbeu, nga ora 17 pritet të jetë një protestë masive në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Jemi nisë në orët e hershme prej Kosovës, ka pas rreshje shiut vazhdimisht, po edhe atmosfera ka qenë vjetra, ndoshta qindra vetura me targat ndryshme, targat diasporës shqiptarë që jetojnë në Gjermani, Zvicër, por ka pas edhe qytetarë që jetojnë në Kosovë, të cilët janë bashku protestës e cila do të nisë këtu nga ora 17, do të ketë detaje sa i përket protestës, mesazhe dhe organizimit që do t'i them pas pak, po meqenëse se kemi edhe shumë pak kohë, njërin prej personave që po takoj këtu në shesh në vendin ku ka nisë protesta prej orës 17, ana prezentohesh shkurt. Unë quhem Fatmir Hasani, vin nga Peja, jam bërgjimtar në Gjermani dhe kam ardhe inkas për këtë protest, i përkrajmë shlirimtarët. A keni qenë pjesë e luftës? Organizator, kontribus, në fondin edhe gjitha këto kemi pas atje organizime për rroba, pare, sa ke mujtë me mbledh për këtu, për ushtrinë shlirimtare. Për ata që shohin ku e merr vullnetin një mërgjimtar prej Gjermanisë, sigurisht ka obligime familjare, ka punë, edhe me ardhë në Tiranë përpas shpenzimeve dhe çështja e kohës, sigurisht. Unë mendoj që kjo është minimumi që ka mundem na me bë për shlirimtarët. Kur ka qenë nevoja ta kanë bë për ne, ta bë për Kosovë, për shlirimin, kurse ne sot në liri e kemi edhe më të lehtë. Ti përkrahem, kjo është minimumi që ka mundem me bë për shlirimtarët. Edhe pa shlirimtarët, derisi të vjen shlirimtarët gjithë që janë atje, nuk për mua, për mendimin tim, nuk ka liri të plot. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Edhe ju kaloni mirë. Faleminderit shumë. Atëherë, sheshi Skënderbeu po ngjon në festat e nëntorit, 28 nëntorit, ndonë se jemi afër. Ka të moshave të ndryshme, njerëz që janë pjesëmarrës këtu, emblema UÇK-s, flamuri kombëtar, veshje me emblemin UÇK-s. Karakteristike dhe vëmendje që ka marrë është kjo pankarta këtu që paralajmëron protestën, është shtatorja Skënderbeut këtu, ka fotografi ikonike udhëheqës të ushtrisë lirimtare të Kosovës në vitet e 90-ta, njerëzit, grupet e para që kanë ardhur kanë kryer stërvitje në Tiranë, në rrethin Tiranës, në zonat të cilat kanë qenë të fshehta atko, kanë fotografi pikërisht në vendin ku është edhe kjo pankarta e cila paralajmëron protestën, e cila nis nga ora 17 me motën, edhe pse nuk është ndoshta zyrtarja, unë jam UÇK. Do të ketë edhe disa fjalime nga disa personazhe të cilat ndonë se bëjnë pjesë politik prej organizatorëve, është thënë që nuk do të përzihet politika, meqense qëllimi i protestës është mbështetja ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kërkimi i drejtësisë në procesin e Hagës. Do të jenë 4 ose 5 fojës, nuk e di saktë, do të jetë Hysni Gucati, udhëheqësi i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, në nëmbrellën e së cilës është organizuar edhe kjo protestë. Do të jetë edhe Ali Ahmeti, njeriu i cili ka qenë pjesë e lëvizjeve ilegale për shlirimin e Kosovës, po edhe trojave tjera shqiptare në Maqedoni dhe sigurisht Prishtinë dhe Preshevën, dhe është një ndër udhëheqësit kryesorë të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, pa ashtu edhe themeluesi i saj. Do të jetë Alfred Musiu, ish-president i Republikës Shqipërisë, dhe nëse nuk gaboj do të jetë edhe një përfaqësues i organizatave të veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës nga Shqipëria. Ka se përket protestës që pritet nis nga ora 17, atmosfera e ngrohtë, njerëz që vinë bashkë, sigurisht shumica atyre kanë ardhur me vetura, ka pak kolon, megjithatë është interesim i jashtëzakonshëm i qytetarëve që të marrin pjesë, takova shqiptarë që jetojnë në Gjermani, në Zvicër, ka njerëz që janë nga Presheva, ka njerëz që janë nga Kosova, ka njerëz që janë nga Shqipëria.